Vezët konsiderohen ndër ushqimet më të plota dhe më të pasura me vlera ushqyese, duke qenë një burim i shkëlqyer i proteinave cilësore, vitaminave dhe mineraleve të rëndësishme për organizmin. Sipas studimeve të fundit, konsumimi i përditshëm i vezëve është i sigurt për shumicën e njerëzve të shëndetshëm dhe mund të jetë pjesë e një diete të balancuar. Ekspertët e ushqimit zakonisht rekomandojnë konsumimin e 1 deri në 2 vezëve në ditë, duke theksuar se kolesteroli që gjendet në vezë nuk ndikon atë shumë sa mendohej më parë në rritjen e kolesterolit të keq LDL-s në gjak. Në fakt, për shumë njerëz, vezët mund të ndihmojnë në rritjen e kolesterolit të mirë, HDL, i cili është i rëndësishëm për shëndetin e zemrës. Përveç proteinave, vezët janë të pasura me vitamina si B12, D dhe A, si dhe përmbajnë antioksidantë si luteina dhe zeaksantina, të cilët luajnë rol të rëndësishëm në mbrojtjen e shikimit dhe shëndetin e syve. Ato gjithashtu ndihmojnë në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e masës muskulore, duke i bërë ideale për njerëzit aktiv dhe sportistët. Megjithatë, është e rëndësishme të merret parasysh gjendja individuale shëndetësore. Persona që kanë probleme me zemrën, diabet ose nivele të larta të kolesterolit, duhet të jenë më të kujdesshëm dhe të konsultohen me mjekun përpara se të përfshin vezët në mënyrë të rregullt në dietën e tyre. Në përfundim, vezët mund të jenë një pjesë shumë e dobishme e ushqyerjes së përditshme, për sa kohë konsumohen me mazë dhe në kuadër të një stili jetese të shëndetshëm.